Roja bregdetare greke shpëtoi 131 emigrant pranë Kretës. Emigrantët e shpëtuar mëngjesin e së shtunës ishin në bordin në një anije e peshkimi, rreth 14 milje detare në jug të Gavdos, një ishull i vogël në jug të Kretës. Refugjatët, kombësia e të cilëve nuk u zbulua, u çuan të gjithë në atë ishull. Shumë njerëz që përpiqen të arrijnë në Kretë nga Libia rrezikojnë jetën përmes kalimeve të rrezikshme nga deti. Në fillim të dhjetorit, 17 persona, kryesisht nga Sudani dhe Egjipti, u gjetën të pajet pasi varka e tyre u fundos në brigjet e Kretës dhe 15 të tjerë u raportuan të zhdukur. Vetëm 2 persona mbijetuan në atë incident. Sipas komisionerit të lartë të OKB-s për refugjatët, rreth 17.000 emigrant, të cilët përpiqen të hyjnë në Evropë, kanë mbërritur në Kretë që nga fillimi i vitit, më shumë se në çdo ishull tjetër grek. Në Korrik, qeveria konservatore e Mitsotakis pezulloi përpunimin e kërkesave për azil për 3 muaj, veçanërisht për ata shtetas që vinin nga Libia, duke e quajtur masën absolutisht të nevojshme përballë fluksit në rritje të migrantëve.